në tavolinë? Komoditet nuk ka, sepse është vetëm një javë këtu në dispozicion, dhe unë mendoj që edhe alternativat shumë ta nuk ka. Tash përmendet presidenti e tashme Vjosa Osmani, përmendet një emër nga familja Jashari, tash alternativ tret s'po shohim tash për tash. Madje asnjëra prej partive politike momentalisht nuk e përmend asnjë emër, as këta dy që i potencova, po unë mendoj që aludimet janë aty, për një konsenzus eventual, ndoshta një kandidat nga familja Jashari është më i mundur, por që unë them që do të pasur kujdes për kandidatin, sepse nuk është e mjaftueshme tjetë nga një familje që ka sakrifikuar shumë, por duhet edhe një profil politik që garanton që kjo detyrë kryhet me sukses. A është proces që duhet lidhet domosdom me profilin familjar ose me sfondin ta zëm të një familje heroike, të respektume në gjithë Kosovën, sikurse familja Jashari, është çështje që duhet të diskutohet për të unifikuar partitë parlamentare? Unë mendoj se si kriter s'do duhet ishte, sepse aspektet e sakrificave janë aspektet të tjera dhe profili politik është tjetër, por nëse në këtë kontekst, pra mund gjendet një figurë e asoj familje që mund të plotësoj një profil politik të presidentit Kosovës, nuk ka asgjë të keqe. Përndryshe, unë jam gjithmonë i prirur që të mendoj se ne para zgjithash na duhet profili personalitetit që duhet bëhet president, dhe pastaj natyrisht që është shumë e dëshirueshme dhe i bander edhe funksionit presidentit nëse është nga një familje që ka dhënë shumë për Kosovën, ka sakrifikuar. A ka emra tillë në familjen Jashari, a konsideroni? Unë mendoj tash, për mendimin tim janë dy emra, po nuk e di sa i baj shërbim çështjes që ti përmend, por unë mendoj se Murat Jashari dhe Bashkimi Jashari janë dy emra që mund vinë konsiderim. Nuk di shumë për profilin politik të tyre, më shumë dim për Bashkimi Jasharin si komandant i FSK-s. Është një ushtarak shumë i zotit që e ka ngritur nivel shumë të lartë FSK-n, pra është një niveli që ja kanë lakmi edhe shtetet për rreth të rajonit, por që ai nuk ka një profil politik edhe nuk e di si do të gjendej në pozitën e presidentit, por një njeri që ka për kushtim dhe vullnet madh mund ta bëjë edhe këtë. Po edhe Murat Jashari, një intelektual, një profesor që ka profil të lartë në atë kuptimin e akademikë.